Pas artikullit të publikuar disa ditë më parë ku dokumentuan pagesat nga thesari i shtetit, lejet e ndërtimit të miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit dhe prania e emrave të Alban dhe Olsi Efthimit në përgjime telefonike të administruara nga SPAK, tabloja e vërtetë e këtij rrjeti rezulton shumë më e gjerë dhe më e sofistikuar sesa ajo që shfaqet në fasadën e kullave dhe projekteve luksoze. Në thelb të kësaj faze të re, qëndron një ndryshim strategjik i mënyrës së operimit, kur përfitimi nga fondet publike dhe nga rritja artificiale e vlerës së territorit shoqërohet me ndarjen e qëllimshme të përgjegjësisë ligjore dhe fiskale përmes krijimit të njësër kompanish të reja, të regjistruara me kapitale minimale, të pajisura me objekteve premtarie të fryera artificialisht dhe të administruara nga individ pa peshë publike, pa histori biznesi dhe pa autonomi reale vendimarrjeje. Dokumentet tregtare tregojnë se pas vitit 2022, periudhë që përkon me intensifikimin e hetimeve ndaj sektorit të ndërtimit si mekanizëm kryesor i pastrimit të parave, në orbitën e vëllezërve Efthimi shfaqen subjekte si Futuris Gen, Comfort Development, Art Plan dhe kompani të tjera të ngjashme, të cilat ndajnë të njëjtat adresa, të njëjtat kontakte elektronike, të njëjtat modele statutore dhe mbi të gjitha të njëjtin përfitues përfundimtar.